Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. E tani, mendoni një person që të do apo të pëlqen. Çfarë mendon ky person në këto momente për ju? Pra, në këto momente, çfarë mendon ky person? Ky person që ju do, që ju pëlqen. Çfarë mendon? Ju jeni e dyzuar për këtë person. Jeni midis dy alternativave. Por thot, letra, ishe këtë pashi këtë syt dhe foli në gjuhë tuaj të brendshme, atij zëri të brendshëm, fëmijës vogël që jeni brenda vetes, sepse jeni pak egoiste apo egoist. Dhe kjo ego ju mban të dyzuar në marrëdhëniet që ke me personin tuaj. Një lajm i papritur, i befasishëm, do të vi nga personi që ju prisni, pra nga ky person që ju mendoni. Ky është një person pozitiv. Ju jeni pak egoiste dhe jeni e dyzuar. Personi që ju sjell këtë lajm të papritur, të befasishëm, është person pozitiv. Është me këmbë në tokë. Dhe juve ju shikoni si kjo mbretëreshe e monedës, si një femër të mirë, pozitive, të dashur, të ëmbël. Te ky hypon kalit, ky ka mendime shumë pozitive për ju. Hypon kalit dhe kaloron fuqishëm drejt jush për të ardhur me këtë furor dashurie drejt jush, me shpresë se ju do ta pranoni. Është në pritje të një sinjali që ju si person mund t'i jepni. Dhe ju a jepni këtë lajm, që ai të vi shumë shpejt drejt jush, sepse ju jeni mbretëreshe e monedës. Ju jeni një femër që ai është shumë i dashuruar me ju. Ai mendon gjithmonë gjëra pozitive për ju, që marrëdhënia juaj të jetë shumë e ekuilibruar. Dhe marrëdhënia juaj të ketë të ardhme të mirë në jetën tuaj. Me kë rezonon kjo energji e tarotëve në këto momente? Jo me gjithë, sepse është energji e përgjithshme, kemi thënë, me britjapin, me luanin, me peshqit, me ujorin, me akrepin dhe me peshoren. Kurse gërma e parë e emrit tuaj mund të rezonojë me gërmën T, me gërmën Sh, Q, Gj, D, Z, Q, R, N, V, G dhe gërmën M. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.